çfarë të shtyu që ti si Brizilta të kesh një hapësirë të veçantë me një institucion veçantë që e ke quajtur lumturo dhimbjen. Po si e përballon? Se ti me djalin tënd ke parë pamje të tmerrshme, si mundet ta përballosh? Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam këtë kuroi. Pra që ai që jep, domethënë mos ta shfaq veten. Pra mos duket i dalluar ndër tjerët. Ti kujt i kishte ikur kempi në mënyrë të padrejtë, siguruam që ai ti kthehesh. Zhverelulli kishte dhënë urdhër të prerë në vetet vet që duhet domosdoshmërisht ngrej një shtëpi vofnore për jetimin. Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar vëllezër dhe motra, mirë se vini tek Minber Podcast. Gjatë Ramazanit e munduar të kemi tema të ndryshme, personazhe të ndryshëm, por mbi të gjitha dhe tematika që janë të nevojshme të diskutohen dhe të risillen në vëmendjen e kësaj atmosfere të agjërimit. Një ndër ato që vetë Islami ka kushtuar shumë vëmendje. Jo madje thjesht vëmendje, por unë mendoj që nuk kalon një fazë e pikpamjes fetare që mos jetë në ngjyrimin e vet fetar kjo lloj çështje që është pasja në vetdije tjetrit. Empatia për tjetrin, kujdesi për anën emocionale të tjetrit në të gjitha ato fazat e jetës që ne kalojmë si njerëz. Qofshin kur ne kemi një gëzim për të ndarë, apo një hidhrim për të ndarë, apo një nevojë për të kërkuar mbështetje, po të shikojmë kulturën islame, që me ardhin e profetit ton, e derisa është kjo ditë që ne flasim, ka një hapësirë shumë të veçantë, ka një trajtesë shumë të veçantë. Një sër hadithësh, një sër ajetësh që bashkojnë, po them unë, edhe nevojën dhe fisnikrinë dhe respektin dhe anën emocionale të tjetrit. Pra një farë lloj forme një kujdes të veçantë për mënyrën si ndihet tjetri edhe kur ai është i nevojshëm. Mendoj që shumë njerëz besojnë apo jo, kam vënë re që japin, nuk është se pavarësisht nga besimi, ai njeriu e ndjen një lloj kënaqërie për ta ndarë me tjetrin atë që ka. Por kam përshtypjen që Islami e përsosë këtë çështje, sepse mveshim me një lloj etike, mveshim me një lloj kulture dhënuri, me një lloj, po them unë, jo vetëm thjesht dha, po dha një formë që kishte hije njeriu për dhënë. Dha, si thuash, nga pasuria që kishte, po dha edhe nga zemra, pra i kushtoi edhe një hapësirë tjetër të veçantë. Por mos u zgjatur unë më shumë në këtë temë që mendoj që është e veçantë edhe për momentin e Ramazanit ku jemi. U kam kënaqësinë që bashkë me Bahar Kaçelin, si gjithmonë që vazhdojmë podcastet tona, të kemi sot Brizilda Muçën, të cilës jam shumë falendëruar që është me ne. Brizilda, mirë se vjen. Mirë se jeta. Shumë faleminderit që erdhe. Faleminderit edhe për ftesën. Uroj si juve dhe të gjithë besimtarët një agjërim të mbar. Dhe shpresoj që të dalim me reflektime dhe të ndryshojmë sadopak nga vetja për të mbajtur pastaj gjithë vitin në praktikë. Faleminderit. Sot jemi pak ndryshe, personazhi, fusha nga vjet, tema. Përvoja që ka në këtë fushë dhe duke qenë se ne jemi munduar të bashkojmë këtë gjë. Nga një herë gjëra duket Brizilda ke parasysh janë shumë, duken që janë edhe farë forme teorike. Kur flasim për shkak për ca gjëra, mirë po tek ne muslimanët fal Zotit madh, herë kjo fe që është dinamike na ka bashkuar me shpirtin dhe veprën. Dhe ju në këtë rast jeni një person që përveç një pikpamje personale, por unë mendoj që duhet ta nis nga kjo çfarë të shtyu që ti si Brizilta të kesh një hapësirë të veçantë me një institucion të veçantë që e ke quajtur lumturo dhimbjen, çfarë shtyu që mos të shikosh veten, po të ishe interesuar pak edhe për tjerët, pra si ndodhi kjo, se duhet ta nis nga këtu një herë. Po, shumë e drejtë dhe kjo dhe vërtet ky është thelbi që të dalësh përtej vetes. Pra në kuadër të formimit tim si besimtare, por edhe si edukat familjare, kjo ishte indicia e parë. Pra, unë e shikoja që ne si besimtar në çdo rrethan duhet jemi praktik, jo vetëm teorik, jo vetëm ritualist të shtyllave të besimit, por edhe se si ta shkrim ato në jetën tonë. Dhe shpesh herë në rrethanat e mia me situatën e historisë time, me djalin unë kisha një dëshirë të pa shmangshme që se si të jem një model, pra si unë gjeta forcën, si unë gjeta rrugën për ta kaluar këtë dhimbje, ta jap modelet e tjerët. Dhe ndjeja detyrë përpara Zotit përpara, që unë duhet të jap modelin tim. Pra atë që arri, dhe mendoj që çdo njeri në çdo fushë arrin diçka, duhet të jetë një model
nesër për shoqërinë. Dhe kështu ishte mendimi që unë e luaja për shumë kohësh dhe në një moment pastaj e konkretizova duke e besuar shumë se Zoti do m'japi sukses. Sepse ka shumë rëndësi për një besimtar, ne dim besimin tonë se sa e rëndësishme është të besojmë mirë që Zoti do na e bëjë mirë. Por me kriteret që ai prapa i kërkon, pra që janë sinqeriteti, studimi mirë i situatës, aftësitë të dish mirë se sa e ke aftësinë tënde dhe terrenin ta studiosh dhe pastaj të hedhësh hapat duke u mbështetur në Zot. Dhe kështu nisi dhe me mua. Pra, duke qenë se dhe shikoja edhe në rrugtimin tim si nën, shikoja shumë nëna të brengosura dhe të që buani shpirtërisht. Dhe unë e shikoja vetëm pak larg nga këto lloj ndjesi dhe rënje morale dhe shpirtërore që kishin këto nëna dhe ndjeja për detyrë që unë duhet të bëj diçka që t'i rrisë ata vetdijen dhe t'i motivoj që kjo është një caktim nga Zoti, tani si do ta jetojmë jetën me fëmijët tonë dhe me hallin tonë, por duke jetuar, jo duke ruajtur. Në fakt, për shembull, po të kthehemi pak që ke me ardhen e Islamit, vej re që në përgjithësi vetë profeti alayhis salam ka treguar një jo thjesht mësimet fetare, po dhe natyrshmëria e njeriu, si duket, kur e shef një njeri një gjendje caktuar, një situatë caktuar, detyrimisht ai shtyhet të reagojë, po patjetër është një shtys besimi. Kam vënë re që profeti është kujdesur për anën emocionale specifikisht ke njerëzit. Domethënë, për te nevojës, kam parë një lloj dimensioni komplet tjetër të veçantë që herë ne e neglizhojmë kur qasemi me njerëzit nevojë. Mendojmë që për shembull, ai ka nevojë për një aspekt ekonomik, ku mendoj që më e madh është njëra emocional. Shumë e drejtë. Dhe për shembull ka hadithet unë kështu i lexoj që hipni që mos ta marr vesh pra çaj për djathtë e majta, kam përshtypjen që është qasë emocionale për shumë se sa gestikulacion që ne mos ta dije majta në kuptimin. Kam përshtypjen që ka të bëjë një lloj fisnikërie në mënyrën si e japin pra. Sinqeritetit. Pikërisht pra mendoj që ky lloj dimensioni e bën veçantë dhënien tek ne si fetar ose duhet ta bëjë të veçantë. Pra ka bolla jetë që thonë bëni mos duke mos e përmendur, duke mos u treguar ju. Është ndrua dhe koncepti se gjatë gjithë historisë njerëzit po pra kanë dhënë, kjo është e vërteta. Bamirës ose filantrop që i quajnë, po gjithmonë ato e kanë shfaqur bamirësinë e tyre duke ia dhënë tjerëve. Profeti Muhammed sallallahu alajhi wasallam këtë kuroi. Pra që ai që jep, domethënë mos ta shfaq veten. Pra mos duket i dallum ndër tjerët. Edhe tjetra kurimi i anës emocionale atij tjetri duke të dy palët është si thon se duke prit njëri tjetrin si më thon si sprov tek i madhi Zot. Pra ky është sprovu me pasurinë dhe duhet ta kryej detyrën e tij, ky tjetri është sprovu me varfërinë që duhet ta kryej detyrën e tij. Të dy janë sprovu me njëri tjetrin dhe kjo është ajo që del në pan shoqëritë muslimane që të mbajnë njëri tjetrin. Është historia e një tregtari që ka qenë dietar Ibn Sa'd, po ka qenë dietar shumë i madh dhe tregtar shumë i madh. Edhe kryesisht tregtar mjalti. Edhe tregohet që shkon një nan që kishte një fëmijë të smur me një enë, ai thot lutem thot ma jep thot të me mjalt se kam djalin smur thot edhe më duhet ta ushqej se i duhet për po themi një lloj kure që do të bënte. Ky thot nuk ka mjalt për ty. Edhe e përzen. Edhe i thot atij Çerakut që kishte në dyqan, merre një nga këto kavanozat e mëdhej thot. Edhe ndiqe thot deri tek shtëpia thot edhe jepja. Edhe ky e zbaton urdhrin, kur kthehet i thot përse kur atë e refuzove, do të kërkoj thot i tasë të vogël, po them një enë, edhe ti thot i çove thot një enë të madhe. Thot ai më kërkoj sipas nevojës. Unë do t'i dhash sipas mundësisë. Shumë e drejtë. Pra kjo është koncepti domethënë që u kriju pra që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është shumë thelpsore. Shumë thelpsore se ne sot. Normal kjo duhet të jetë frut i besimit, i adhurimit, i një shoqërie të konsoliduar me Islam. Po shikoj ja për shkakun ne jemi në Ramazan. Më të rregjë vëmendje se si Ramazani duket sikur është një çështje private, pra mirë po të shikosh mënyrën e adhurimit nuk është fare private. Sepse kushtëzohet që agjerimi me iftarin. Kushtëzohet xhamator, pra është shumë interesant për shembull, është shumë, domethënë duket sikur është çështje credo private, po që për Ramazani është një personal, vetëm Zoti e shpërblen atë që ka mund shpirtë me radhë, askush s'ta di agjerimin thojza. Po në krahun tjetër mënyra se si është ndërtuar nuk është kaq privat, domethënë është i lidhur ngushësisht me tjetrin. I jepet koncepti të dhënjes një hurme. Një gotë ujë, po themin, një iftari për tjetrin. Kam përshtypjen që nuk ka të bëjë thjesht me
Ka apo s'ka ai përballë. Është çështje e ndarjes, pra që ti ndan këtë gjendje që ke urije, përpiqesh ta ndash me tjetrin, pra mënyrën se si ngopesh, dhe kam përshtypjen e ndërua Virgjila që t'i japim një dimension për shembull fetar, se si neve na edukon ky muaj ku jemi, që të shikojmë pak tjetrin. Edhe pse duket se është shumë personal, po neve na shtyn të shikojmë shumë këtë tjetrin. Po. Ramazani, agjërimi, nafton që neve të rrisin vetdijen dhe nëndijen. Po, drejt. Pastaj në raport me Zotin dhe pastaj në raport me shoqërinë. Dhe ky, në qoftë se ne do të gjejmë ekuilibrin te këto të treja, do arrijmë që ne të jemi sa më të mirë në kontribut, qoftë për veten, qoftë për shoqërinë. Dhe duke pasur këtë lloj, si thua, formule, ne do të dalim dhe nga Ramazani me efekt më pozitiv gjatë gjithë jetës tonë pastaj. Në qoftë se ne do ta shikojmë të ndarë, do shikojmë se kemi raste që besimtarë që angazhohen vetëm tek vetja. Se jam në agjërime dhe jam i mbyllur me vetvete, tani se nuk dua të di. Po. Ose kemi që shfaqen dhe nervozizëm gjatë Ramazanit. Mos më fol se jam me nerva, se jam pa ngrënë ose jam, domethënë gjitha këto duhen rregulluar kush i ka këto lloj ndjesish, sepse njerëz jemi, normal që jemi në përmirësim dhe gjithmonë dera e përmirësimit është e hapur dhe në Ramazan më shumë se kur, por duhet dalim pra tek sociale, sepse fundi fare agjërimi dhe Ramazani është një institucion ose një shkollë të edukimit edhe social. Sepse është formula, është thënia profetike, siç thot profeti alayhis salam, që kush mendon mirë për vetë, nëse atë që don për vete, duhet ta duash dhe për tjetrin. Dhe kjo është formula më e mirë që ne mund të, si thua, të shpërndajmë jetën tonë duke bërë secili në formën dhe mënyrën dhe pozicionin e vet dhe mundësitë e veta këtë lloj zbatimi. Nuk e di, po më thon drejt Shonika, unë e kam sjellë një herë përvojë personale, që në një xhami për të falur teravit, dhe më afroni, domthonë më erdhi si ide. 2 persona që ishin shumë të gjatë në raport me mua, por mendova me vete si ka mundësi që jam kaq i qetë për të fal teravit të plota me 2 persona të huaj që nuk njeh fare kush janë. Në një ambient të huaj dhe shumë më të dhe janë kaq afër me edhe unë s'kam asnjë. Nuk ndjeja si kuriozitet kush është ky. Jam shumë i qetë. Mund ç'është kjo dhuratë, po mendoj për vete, po ç'është kjo dhuratë e madhe që jep Zoti. Pra që unë si Vladimir jam shumë i qetë për të përkushtuar kaj, pavarësisht se njerëz që kanë përreth nuk e njoh fare, nuk e di kush janë. A do ta lejohen në një hapësirë tjetër? Që të futesh kaq ngushtë. Po kaq ngushtë domethënë me 2 njerëz të huaj. Mund ç'është kjo lloj mrekullie që ofron Zoti shpirtnisht një herë. Që unë isha i qetë, unë fokusin kisha të përfitoj nga leximi i Kuranit dhe teravia që po falja. Mund ç'është kjo mrekulli që t'jep Zoti në këtë raport. Që emocion të fort bën Zoti që ti të përjetosh një lloj qetësie raport me prezencën e tij dhe pavarësisht është i huaj. Dhe mendoj që kjo lloj ndjesie, kjo lloj dhurate që është hyjnore, që vjen nga besimi, imagjinoj në raporte kur tjetri ka nevojë dhe ti je i mundur, pra si bëhet besimtari, dhe ne nuk e kemi ndaj statistikë, thonë përmend, mua më vjen keq. 90, ja ku jemi, sa vite kanë kaluar, nuk kemi statistikë që realisht kanë dhënë besimtarë për njerëzit. Është një defekt. Dhe sa fushata di unë, por një herë nuk ka thënë kush jam, subhanallahu zot, domthonë nga besimtar po them. Po nuk di aj sa çrëndësia 1000 lekë vjetra. A kuptoj si thon 1 euro. Po. Ka dhënë. Janë të habitshëm, domthonë është diçka që duhet theksohet. Në përgjithësi shqiptarët janë neglizhent, për shembull ndaj namazit, edhe ndaj vetë agjërimit. Po kur vjen puna tek sadakatul fitri apo tek një zakat apo tek një mbështetje ekonomike, askush nuk është neglizhent. Por unë shoh për shembull kontaktoj njerëz muajin e Ramazanit, ore ku çohet. Është jashtëzakonshme. Sa është sadakatul? Është jashtëzakonshme. Nikoj që unë e di që nuk agjiron. Po. Ka njerëz që afrohen për ta bërë. Pra ne si popull e kanë këtë dhënje. Pra nëse do të kishte një statistikë ajo që theti, pra kjo do të tregon se kontributi këtyre njerëzve është i jashtëzakonshëm. Është jashtëzakonshëm. Unë do vetëm përmend diçka që u pa në rastin e tërmetit kur ishte, domethënë që xhamiat shqiptare në diasporë, organizatat fetare, vetë shoqëria e besimtarëve këtu, pra u pa domethënë organizimi dhe impakti që patën me mendimin e tyre. Është e habitshme kjo lloj ndjenje, prandaj doja të dilja pak e kjo që normal është njerëzore mbi gjitha, por dhe kultivimi fetar ka shumë rëndësishëm se njeriu përhumbet e ndërua Brazila. Pra, shikoj, jemi është botë egoiste shumë e fortë. Njeriu
jo për fajt ti, po them, për fajt se kohës ku po kalon, është në zotrim në mënyrë të vazhdueshme dhe e mat veten me aftësinë për të zotruar, jo për dhënë, ha? Si thush, njeriu modern e ka kënaqësinë kur merr, kur zotron, kur blen, pra kur bën shopping po e qym ne, kur zotron, jo kur jep. Është e huaj po thuaj se kënaqësia për dhënë. Kjo shikohet, po në të vërtetë edhe kur blen, nuk prap janë pa kënaqur. Po pikërisht sepse është çështje serie, çështje konsumi, pra, çështje konsumi ajo. Por shikoje kur mbet tradita fetare, edhe do dalë kjo sa, domethënë sa e shikon ti, sa e ke prek nga përvoja, që njerëzit pavarësisht se s'kan po janë. Dhe vjen burimi i fesë, pra vjen ajo e Zotit që njerëzit motivohen nga feja që të lëshojnë diçka. Po, patjetër që kur ka dhënia ose dëshira për të kontribuar ka dhe bazë fetare ose bazë besimi, ajo është më e bukur dhe i shikon një dimension tjetër. Por un kam parë disa lloj dhëniesh dhe sepse kemi dhe një mendësi që duhet japim patjetër nga ana monetare. Por nuk është vetëm kjo. Ajo është ti rish pranë, ti thosh një fjalë të mirë, një telefonat, pasi e ke marrë vesh që është i paqefshëm, e pyet në telefon si je, dhe kjo e gëzon tjetrin. Dhe ose forma për të ardhur për vizitë, për të shkuar për vizitë tjetri, për t'i dhënë një zgjidhje për shembull institucionale me një mik që ti ke. E ndihmon, ka një gërç ligjore për shembull ose në institucion dhe ti jep një mik tëndin për ta ndihmuar. Këto format e ndihmës janë shumë të larmishme, jo vetëm monetare, por sigurisht që monetarja është ajo që zgjidh halle edhe më shumë nga ana si thosh anës ekonomike, që jep drejtim një halli, një smundje, një gjendje ekonomike. Po mundet dikush jam dhe me këtë, a mundet dikush për shembull nga profesioni vet, trajnoj i grup? Pikërisht, kështu ka ndodhur. Vite motivoj një grup, pra të ndihmoj një njerëz që të vetëdijsohet, si thuash. Un kam thyer një mit dhe këtë ndoshta do ta përsëris dhe tek juve, sepse është për tu përsëritur, sepse njerëzit janë shumë skeptik dhe vetë besimtarët janë skeptik. Dhe unë e kam gjetur mes besimtarëve kur unë ideova nismën e parë, lumë të rodhimbje, aktivitetin e parë, që ishte me 2 kauza nisma, për autizmin dhe për kancerin tek fëmijët. Dhe unë nuk kisha asnjë diçka financiare në dorë, ishte 0. Dhe njerëzit e parë që u përballën me idenë time më thanë, ti nuk je në vete, si mundet hedhësh një hap pa një garanci financiare. I thash unë do zgjoj vullnetarizmin. Sepse institucioni i vullnetarizmit flen tek njerëzit, tek të gjithë. Është Zoti ka thënë e kam krijuar njeriu më të mirin krijim. Do të thotë që të gjitha të mirat që ne duam t'i kultivojmë me anë besimit dhe edukimit, i kemi. Thjesht ne duhet t'i zgjojmë dhe t'i bëjmë aktiv dhe t'i formsojmë sa më mirë. Dhe duke besuar që vullnetarizmi ekziston tek njerëzit, unë thoja, përderisa unë kam një jetë të qartë, të pastër, unë Zoti do më japi sukses. Pra mendimi i mirë dhe për Zotin që do më japi sukses sepse jam me të drejtën dhe po bëj një vepër të mirë. Dhe kështu ndodhi. Gjitha aktivitetet e mia asnjëherë unë nuk kam pas fond në dorë. Të gjitha janë kryer në anë të vullnetarizmit. Dhe kjo është një dëshmi e mirë që ne mos të rrim të mendojmë që nuk t'jep kush ose duhet patjetër shumë maramendse që të bësh diçka. Po që të nisim një projekt, domethënë. Që të nisim një ndihmë, një mbështetje, një kauzë. Të gjithë mund ta bëjnë. Thjesht është mënyra se si e mendon dhe si bazohesh. Dhe si guxon, duhet edhe të hedhim hapat. Jo vetëm mendoj mirë, por edhe duhet të hedhim hapat se kjo e bën pastaj të mirën që të jetohet dhe të merret nga rrethti shoqëror dhe të bëhet social pra. Dhe vazhdoj të shikoj njerëz që vinë me vullnetarizmin e tyre të kontribuojnë tek qendra që unë kam, te aktivitetet që bëjnë. Pra vullnetarizmi ekziston. Thjesht ne duhet ta zgjojmë. Duhet ta për fat keq nuk e kemi si institucion. Dhe unë e ndërroj shumë që kjo të bëhet vullnetarizmi si institucion, siç e kanë shumë shtete në botë, që edhe pse feja jone meriton këtë lloj institucioni. Pra ndryshme një ditë caktuar e lejnë vullnetar në profesionin e vet, po themi ne. Po, dhe ka ndodhur, për shembull kam shkuar, kam marr hotelin, ai të kishte posedonte ai njeri, kishte ambientin me madhën falas, kamerat për të bërë aktiviteti ose ambientin për të bërë panajirin, njerëzit që vinin secili shkollat që gatuanin ose
lokalet, restorantet gatuan, domethënë këtë posedonin dhe këtë jeti askush nuk jepte lek. Pra diçka ofronin ato që kishte dorë. Po shumica vakëfeve këtë doja të thoja unë, shumica për fshatrat e Tiranës, paktën ajo që unë kam studiu, pra të gjitha fshatrat e Tiranës kanë pas vakëfe, toka bujqësore dhe ullishta. Pra edhe të gjitha këto janë mbajtur me punën e banorëve, domethënë vaditja, prashitja, që marrin vakëfin gjallë po. Marrin vakëfin gjallë. Pa dhe të ardhurat e këtij vakëfi shkonin për destinacionin që ishte caktuar nga vakëflansi. Pra ulliri, kryesisht vaj ullirit për kandilat e xhamiave, etj. Gjitha kjo është mbajtur nga puna vullnetare e njerëzve. Se nuk është e thënë që ti vetëm t'japësh në anën monetare, bile ka njerëz që po themi nga ana monetare ai mund të jetë më i panevojshëm se sa ti që i rri pranë. Ai ka nevojë më shumë për një mbështetje, një fjalë të mirë, apo një orientim të saktë që kelimetun të ime sadaka pra. Fjala e mirë sadaka vjen në konceptin profetik. Pra se kjo që na ka ndodhur neve me periudhën e komunizmit është po themi rrëzimi i vlerave shoqërore të fesë. Pra u kthy individuale. Pra parët ton, gjyshrit e majtën unë agjeroj falem në shtëpi shehtas edhe nuk e shfaq. Iko që feja islame është më shumë se 90% është shoqërore. Pra ka impakt civil, nuk ka impakt individual. Pra dhe kjo është jenë në përmbys edhe ne na del për detyrë që të rizjojmë këto vlera tek njerëzit, pra ti rikthejmë. Ka diçka që është interesant në Ramazan, është çështja e sadakafitrit. Për shembull, neve si fetar nuk na lejohet që të shkojmë të falim Bajramin, pra ose të gëzojmë Bajramin, para se të nxjerrim sadakafitrin. Pra po e them kështu në nivel social. Po. Nuk mund të gëzoj duke ditë që ti nuk je në gjendje për të gëzuar, pra siç lidhje të fortë edhe të veçantë për mendimin tim bar. Dhe kam thënë ngaherë kështu e them perceptim shqyqur që besoj se harron njeriu, ke vure festat ku s'kan pikpamje fetare, është totalisht individuale. Unë e vërtetoj me festat që s'kan lidhje me pikpamje fetare, është shumë individuale. Po. Njeriu mendon për vete se në natyrën e vet do ta festoj vetë. Thjesht konsum. Ne si ke fitër Bajramin, si kur bëjmë Bajramin nuk mendojmë dot thjesht vetëm për vete. Për vete. Se perceptojmë dot në për shembull po se ndam mishin e kurbanit. Tjetri i parë. Ose po se dham ke sadaka fitri. Dhe po ta shikosh për shembull kur bën Bajrami e pranon mas falje sepse është gjë më nivel tjetër, kur sadaka fitri jo, se është minimal jetik. Pra dërgohet ke më i varfër që ai të vi ditën e Bajramit i gëzuar, pra të vi në nivel lumturie të caktuar. Edhe i varfri duhet ta nxjerrë sadakatul fitri. Pikërisht se ai mos duket i ofenduar nga gjendja ku është. Nuk përshtohet askush. Por mos jetë ai ofenduar nga gjendja aty ku është. Sadaka fitri është një institucion vete. Të jemi sinqert. Ndoshta organizimi i pamjaftueshëm, i paorganizuar. Po kam përshtypjen që kur flasë për një 70%, a më shumë thuhet të popullsisë së shqiptarët, nëse kanë një veçanti kanë që agjerojnë. Edhe kjo është një nga dyert inshallah Zoti këtë popull e ruan dhe ndihmon vetëm për këtë derë që mban hapur, që sigurisht janë pjesa më e madhe pa diskutim dhe që japin sadaka fitrin, imagjinoj po të organizohej, të strukturohej dhe të ishte sinqerisht në nevojën e nevojtarit, çfarë dhënie të fortë do të kishte dhe ç'i institucion fisnik do të ishte kjo e sadaka fitrit për shembull. Dhe sa e veçantë për shembull Brazila që ne nuk shkojmë dot të falim Bajramin, po nuk e dham, është e jashtëzakonshme. Është si një mesazh përmbyllës i gjitha kësaj sakrifice dhe asaj shkolle që ti ke bërë luftë për të qenë me veten, me Zotin dhe me shoqërinë, dhe në fund ti e mbyll po me shoqërinë. Pra të gëzojmë gjithë bashku, pra të jetojmë gjithë bashku. Është mesazh për të dalë nga Ramazani tash dhe nga festimi, që ti këtë duhet ta marrësh me vete duke menduar për tjetrin, siç e mbyll duke menduar për tjetrin, që të gëzohet njësoj si ty. Dhe kjo është shumë sa sfiduese, aq dhe e bukur, aq dhe e fisme, sepse fillon lufta tjetër pas Ramazanit. Pra çfarë mora nga Ramazani? Se këtu çalojmë të gjithë. Njeriu kthehet pra në atë tani u mbyll kjo derë dhe tani i bën këto dhe po ti gjesh sa shprehje njerëzish, po i rastisht që thonë që po ishte Ramazan ajo, po u mbyll Ramazani tani. Domethënë kjo le me kuptuar që ne duhet luftojmë më shumë për ta kuptuar agjërimin dhe për ta bërë praktik jete, tashmë jo praktik mujor vetëm. Pra të dalim sa më shumë angazhime, sa më shumë detyra dhe sa më shumë përmirësime me veten. Që shoqëria, vetja dhe shoqëria të shikoj bereqetin, hajrin e kësaj gjëje.
Lexoj një herë ke ky një prej këtyre aktivistëve që shkonte në Afrikë. Kishte kishte shkruar një postim shumë të lezetshëm, i thash mora vesh që kishte vdekur nëna dhe babai, një prej atyre fëmijëve. Dhe i thash për çfarë ke nevojë? Më tha për këtë pyetjen që bëre. S'ka nevojë. Sa ai tha kishte jetën shumë modeste. Pra nuk kishte këto, e ke parasysh se ne gjërat që janë luks ne kena bërë domosdoshme në perceptimin ton. Pra ne, si thuaç, e kemi bërë, nuk është çështje nevoje. Çështja që s'janë nevojshme kena bërë super të nevojshme. Konsum. Se e kemi kthyer në një fix. Dhe tha, e kishte shkruar shumë bori dhe më sinqerisht më bori përshtypje. Më tha, ja këtë pyetjen tënde, tha, kisha shumë nevojë, tha të më pyesësh, tha si je, çka ke nevojë. S'kemi tha nevojë për gjë, si thua. Unë e has shumë në këtë nisëm që kam me autizmin apo me kancerin, kur telefonoj një nën për ta pyetur se si e ka gjendjen, sepse e kam ditur dhe nuk e ke idenë se çfarë emocionesh dhe sa prekse është për atë, vetëm se i telefonove. Normal. Mjafton që më bëre telefon thotë dhe unë jam shumë më mirë tani. Pra sa e rëndësishme, sepse ne nisim, unë kam vërë edhe këtë, që të japësh, do të dikush thotë, po pse, do t'i bëj punë 5.000 lekë, 10.000 lekë, a duen shumë atë mëdhaja. Por, në të vërtet, kur të gjithë mblidhemi nga pak, po si thua të organizuar, ajo gjë ka efektin e vetë. Sepse secili sipas mundësive, Zoti nuk na jep përgjegjësi. Vërtet. Kjo është e qartë për të gjithë ata që e dinë dhe kjo, me thënë të drejtën, ja kam parë shumë bukurinë kësaj kur njerëzit e kuptojnë atë që kanë. Mund të tregoj një histori kur kur jetoja në Egjipt me djalin tim dhe kisha nevojë për kufjet e djalit dhe do shitja orendit e shtëpisë për t'i bler ato kufje. Dhe i them rojës pallatit, siç atje funksionon. Po, e di, po. I them që të lutem me gjë dikë që t'i blej këto, sepse më duhen të ardhurat. Dhe në vërtet vinin njerëz për ta parë dhe shuma që dilte vetëm për një kufje. Dhe në fund më thot madam, po si e keni hallin, pse nuk po është e mjaftueshme? I thash, po duhet kjo shumë dhe kjo shumë nuk ma plotson. Çfarë bën ky? Pra, një njeri i thjesht. Normalisht. Shkon tek ose më i thjesht i mundshëm aty. Shkon tek këshilli i xhamis dhe i thot, e njihni atë familjen shqiptare që vjen frekonton xhamin ton? Po i thon, kanë këtë hall. Dhe nuk po i blejnë dot kufje djalit. Dhe po më përpiqen në këtë formë. Dhe një ditë të nesme në asaj dite që ky flet, troket dera dhe vjen një zonjë dhe më thot, ju jeni mamaja e Muenisit? Po i them, thot mund vini me ne t'i blejmë djalit kufjet, sepse ne e kemi mundsuar këtë, sepse për rojën e pallatit na njoftoi që ju keni këtë nevojë. Pra shiko, ndihma nuk është vetëm se të kesh, po dhe me fjalë, për ta çuar fjalën e nevojtarit atje ku është mundur të realizohet. Dhe ishte shumë emocionuese dhe ishte edhe një mësim i jashtëzakonshëm edhe për mua, se si njeriu pra që në rrethana të ndryshme mund të ndihmoj, jo vetëm në mundësitë ekonomike të ngritura. Unë desha të çoj pak më tutje atë që nisi për Sadakat el Fitrit. Pra po të bësh një llogaritje të thjeshtë, pra sikur 1 milion shqiptarë të japin Sadakat el Fitrin, pra afërsisht 3.5 euro, 4 euro sa është ai, pra i bie që të bëhen me miliona euro. Pra nëse do t'i konvertojmë këto projekte të startupeve, për shembull që ka Ministria e Mirëqenies Sociale, çfarë është kjo? Patjetër, sikur vetëm këtë të integrohej. Pra imagjino sa njerëz pra mund nxirren nga varfëria, sa biznese mund të hapen. Imagjino sa vakëfe mund ngrihen, pra biznese për projekt vakëf, pra që për projekte të ndryshme, për fëmijët, për njerëzit në nevojë, për studentët, se ne flasim vetëm për këto, por ne kemi një gamë shumë gjerë studentësh që janë të shkëlqyer mësimet e tyre, që detyrohen që ndërpresin studimet ose të shkojnë të punojnë turni 3 kamarier. Edhe të ketë rënje sigurisht nivelit. Kjo do të pra nëse do të kthehesh në një institucion mirëfill, ashtu siç e the ti në fillim, domethënë do t'ja shihnin hajrin, jo vetëm thjesht besimtarët praktikantë, por gjithë shoqëria. Po. Në fakt për atë është qëllim, nuk është se kushtozohet që të jetë vetëm për besimtarë. Po do të bënte mirë sepse nuk do ta lente ato nevojtarë që ka sot nevojë, nuk do ta linte gjithkohës të ishte nevojtar. Sepse duke qenë një institucion, ai do merrte masa që mund t'i jepte edhe një mundësi zhvillimit të një
mundësi të rritjes ekonomike, qoftë biznes, qoftë çfarë do plani tjetër. Nështë dhe mundësi punësimi sipas nevojës së tij. Pra do t'i kishte një database të gjithë nevojtarëve sipas nevojës dhe t'i jepte zgjidhje që ai tashmë të shkputesh nga shtëpia, si thosh, ose nga qendra, institucioni i zekatit dhe të bësh dhe ai donator pastaj zekatit. Pra dhënës dhe zekatit për të tjerë. Dhe kështu ishte një logjika e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kjo është për të nxjerrë njerëzit nga varësia. Ajo historia e sahabiut që merr lekët borxh edhe orienton që shkonte të bonte drunë dhe vinte të shiste, edhe kur vjen javës tjetër vjen me rroba të reja, edhe sadaka vetë. Edhe sadaka, edhe dhurat për profetin Muhammed sallallahu alajhi wasallam. Pra kjo është ajo filozofia e gjës. Më ka ndodhur në raste kur kam ndihmuar nëna nëpërmjet thirrjeve që kam bërë nga ana ekonomike, për shkak se kishte fëmijë të smur në spital dhe kërkonte ekzaminime, dhe ka ardhur e ka zgjidhur problematikën dhe pastaj është bërë ajo pjesë, dua t'jap unë tani se unë kam mundësinë për kaq të jap. Domethënë është trashëguar pra dhënia. Kjo është arritja. Realisht edhe atë që ka definicion dhe vetë feja po ta vesh re domethënë. Don që njeriu të jetë vetë pra nga i gjendi zekati për shembull këtë ka që njerëzit që jep zekat bëhen vetë zekatli në një periudhë tjetër, se kjo është ideja. Filozofia e profetit. Doja të ndaloja pak e kjo Brazila. Nuk e di, kam një perceptim, ndoshta duhet të diskutojmë që në aktualiteti ku jemi ne, kam përshtypjen që niveli i kujdesit emocional deri diku më duket që është shumë më rëndësishëm se ai kapital. Mendoj, shumë e drejtë. Shumë kam rastisur mua, domethënë. Domethënë shikoj që njerëzit nuk është puna thjesht ke një ushqim ditor. Shikoj që është diçka përtek saj, domethënë ai ka një ngërsh shpirtëror, po themu emocional ose i tragjedi që ka kaluar që ja ka përhumbur dhe vetdijen për të qenë i aftë për të kujdes për veten, po them për të nxjerr bukën e gojës. Pra ka një orientim edhe shpirtëror mbi gjitha. Edhe kur hyn thellë e shikon që ka një problem shpirtëror, emocional më shumë se sa thjesht ekonomik. Se po ta ndihmosh pak emocionalisht, vetdisohet dhe ja del vet njeriu. Por vëre që ky ana emocionale është shumë e mangut, domethënë e shoh që edhe ne si fetar kemi ra prej që ekonomia pa ai ka nevojë ndoshta edhe të ulet më të bisedojmë një herë me të. Për shembull pse sjell të? Është ky rivajet i saktë që kam lexuar në profetin tonë. Kur Enes ibn Malik, një prej sahabive të mëdhenj, kishte djalin e vet thuaj merre me plumave, luste. Edhe një nga ato zoj që madhe thuaj që kishte ngordhur. Dhe kishte marrë vesh profeti që ky s'ka ardhur në xhamia se vinte lut në xhamin e profetit. Edhe i shkon në shtëpi thot. Thoj bie derës thot ku është Enesi, kënaqësi e madhe se profeti. S'ka marrë tha për ty, tha ku është djali. Thot është pak i mërzit, thot se atë që luante thot ngordh. Tash rivajeti është kështu që Buhariu. E mori thot, dolin në Medinë. Ishte vështirë të dalloje mes djalit dhe profetit kush ishte më në kuptimin kush po lunte më shumë. Më fëminori. Po kjo është qasje emocionale më shumë se sa për të përshtatur. Se sa shikoj kujdes të veçantë, ose për shembull kur i kanë ardhur për ankesa, ose për treguar qasje personale. Ule zërin thotë se mund të dëgjojnë tjerët. Ta trajtonte specifikisht emocionalisht, se varet si mund të ishte përgjigje nga tjerët. Për cilën unë e shikoj që në raste të tilla, mendoj që ana emocionale është shumë më e rëndësishme. Shumë. Se sa thjesht ky kapitali që ne flasim. Ashtu është, unë e kam provuar edhe tek vetja ime, por edhe tek nënat dhe rastet që shikoj në qendër dhe që kam prej kaq vitesh që i kam pranë, se sa e rëndësishme është kjo qasja emocionale, të kuptuarit. Shumë nga ato më thon, mjaftoi që fola dhe unë ndjeva rahat se fola tek njerëz që më kuptojnë. Pra ne duhet t'i dëgjojmë dhe t'i kuptojmë hallet e tjetrit fillimisht para se të nisim me dhën ndihmën. Po gjithashtu kam vënë edhe diçka tjetër që më thënë të drejtën dua ta kritikoj, me që është jemi në Ramazan, të marrim masat të riparojmë, që mënyra e të dhënurit është pak e shëmtuar. Me thënë nuk i ruan ndjenjat, nuk ruan sedrin e tjetrit. Po ka ditë edhe ka etikën e vetë për katë. Duhet japësh fatkeqësia është bëhet edhe padashje nga herë. Është për te vetë, sa kanë edhe të kultivuar, pasi do të jetë fruti besimit të kuptimit fetar. Po, prandaj është e rëndësishme edhe mënyra se çfarë modeli kemi parë dhe në familje. Familja ka rëndësi të madhe sepse si thosh fuqizon dhe hap rrugën që të bësh një besimtar akoma dhe më i mirë pastaj, sepse ke parë modelin, i rrit me atë model që mvogli. Dhe
po ti shikosh, domethënë, unë edhe në qendër kur më telefonojnë ose duan të tregojnë hallin e tyre, i them që mund vini të bisedojmë. Nëse unë se kam shërbimin që ju keni nevojë, atëherë vetëm bisedojmë, se ndoshta gjej një zgjidhje dhe vërtet ka rezultuar. E them praktike këtë, jo për treguar se çfarë kam bërë, por për treguar që ekzistojnë gjithmonë mundësi ndihme. Nëse neve ja hapim mundësinë e bashkëbisedimit, e dëgjimit, dhe vërtet ka dalë që i kemi zgjedhë një hall. Dikujt i kishte ikur kempi në mënyrë të padrejtë, ja siguruam që ti kthehesh, apo kishte tjera probleme në familje, sociale. Atëherë nga një herë bëhen shumë më të rëndësishme se sa thjesht ekonomia. Po, me miq edhe me të tjerë ndërhyrje arritëm t'ia zgjidhim dhe kemi zgjedhur. Pra mundësia nuk është vetëm atë që të del përballë, po duhet ta dëgjosh për të parë se ku mundet ta ndihmosh. Nuk është vetëm ana ekonomike, siç po themi, por është ajo emocionalja që në fund fare tjetri thot sa mirë u ndjeva, edhe pse s'mora një ndihmë konkrete, por mora një ndihmë emocionale që dikush më kuptoi, më dëgjoi. Pra, si tha, është shumë e rëndësishme dhe mënyra se si nuk jep. Po. Kur s'ke për dhënë, shumë e rëndësishme mënyra. Ne kemi mundësi gjithë. Si nuk jep. Kjo është potenciali i gjithë njerëzve që mund ta bëjnë shumë mirë. Ajo që neve na kalon shumë pavonëre si shoqëri është se kjo, po themi, humanizmi ku do të trajtohet si vlerë universale, po faktikisht ajo është produkt i drejt për drejt i besimit dhe i adhurimit njeriut. Edhe këtë mund ta vërtetojmë shumë mirë me historinë tonë si popull që kemi kaluar. Po të shohësh periudha më e keqe e historisë tonë, pra periudha më e vështirë, është periudha nga viti 1908 deri në vitin 1917. Pra luftat ballkanike, lufta e parë botërore, ku më shumë se gjysma e popullsisë shqiptare u detyruar që të kurret, pra të zhvendoset. Edhe imagjino segmentin nga Shkodra deri në Delvin. Pra ky varg qytetesh, pra Shkodra, Tirana, Elbasani, Kavaja, Peqini, Berati, Vlora, Delvina, janë detyruar që të presin gati 80% të popullsisë shqiptare që ishte zhvendosur. Nëse do të referojmë shifrave ekonomike, këto njerëz që i prisin këto ishin në nevojë. Mirë, po solidariteti i gjithë këtyre bëri që këto njerëz mos ta ndjejnë nevojën kur të vinë këtu. Pa dje kam lexuar krejt rastisht një raport për Delvinën, pra në vitin 1914 bëhet fjalë. Pra 2000 sa familje që ishin zhvendos Çam, edhe që ishin vendos në Delvinë dhe në Sarandë, jepte popullsinë e fshatrave, duke ndar bukën e tyre. Pra kryetari i familjes duke racionu bukën, ushqimin për familjen e tij, pse që të çohet edhe këtyre që kanë ardhur. Po nëse nuk do të kishte një ndjenjë për kushtime fetare, a do ta bënte një gjë të tillë se do thoshte unë shoh hallin tim? Po. Ose nëse do të vim edhe tek çështja institucionale, pra ne kemi përmend shpesh, po meriton me të vërtetë që të përmendet, dhe duhet bëhet rast studimi, duhet të ketë konferencë, duhet të ketë tryeza shkencore për këtë. Rasti i Zyber Hallullit. Patjetër. Pra që ishte në krye të Bashkisë Tiranës, pra nuk u mjaftu me organizimin e institucioneve modeste të asaj kohe. Po çfarë vetë dha shembullin personal edhe ndoqi dhe Raufico dhe shumë burra shteti që ishin në atë kohë, në punës shtetit edhe të bashkisë, që dhuruan pasuritë e tyre apo një pjesë të pasurive të tyre dhe ngritën institucionin e stresës vofnore. Pra shtëpisë në atë kohë. Se erdhën shumë jetim nga Dibra, nga rajonet që ishin zhvendos popullsia shqiptare si pasojë e luftës. Pra kjo nuk do të vinte thjesht me parimet e humanizmit, me këtë qasjen moderne që kemi. Kjo vinte thjesht nga thellësia e shpirtit, nga ndjenja e besimit që këto njerëz kishin. Ndjenja e kryerën e detyrë. Është ajo pra që çfarë tha ai që kur dëgjoi ke profeti Elisam që tha sadakaja, tha para se të shkoj ke varë, shko ke Zoti. Po, belullah. Aja zonja i kishte parfumosur, pra. Dhe ai varfër i mori, tha, kaq lekë tha keni ju? Po. Në shtëpia profetit keni parfum dhe për lekët, pra kaq nivel. Kaq pasur. Nuk ka kështu thon. Po pra, kjo është. Unë kam dëgjuar tha që shko ke Zoti para se të vijë ti, tha kisha dëshirë shkonte parfumosur, pra. Sensi besimit, pra, ke rregullimi i raporteve. Pikërisht për sensi i besimit të nivelit, domethënë se si e percepton njeriu. Dhe sa të ndjeshëm duhet të jemi, pra, të japim me dinjitetin më të lartë. Pra, shikoj se më bëri përshtypje edhe kjo që solle Baharit, që është një Zyber Hallullit. Po. Unë nuk e di sa vërtet është, po çka kam lexuar këto rrjetet, po them, që nisjen Zyber Hallulli kishte marrë atë ditë që kur kishte dalë në rrothinja e Tiranës, pa 2 fëmijë të vegjël që po hanin bar, jetim. Dhe thuhet i ka marrë në shtëpi
atë që kam lexuar unë tash, nuk e di sa vërtet është, unë kam lexuar në një shkrim që kishte bërë dikush i familjes, dhe thonte që vdes vajza vogël, kishte ndruar se kishte përballuar dot urin. Dhe këtu thotë Zberalulli kishte dhënë urdhër të prerë në vetet vet që duhet domosdoshmërisht të ngrej një shtëpi varfënore për jetimet. Dhe kishte ftuar gjithë bejlerët, që ishin në atë kohë, për të ndërtuar një institut të tillë dhe mbahej nga parat atyre. Që ai kanë vetëm 2 vjet në Bashkinë e Tiranës. Me 2 vjet kryetar Bashkia e Tiranës. Dhe një model. Atë që unë kam lexuar që dhe rrogën e vet thuaj që merrte nuk e ka pranuar, ka çuar direkt atje. Nëse do të referojmë se janë shumë në shtetës shqiptar në atë kohë që e linin rrogën e tyre në arkën e shtetit. E kanë lëshuar për të mbajtur këtë institucion, që edhe sot është. Fetarët unë kam e bindje dhe them, japin donacionet e jashtëzakonshme, po janë të parregjistruar, pa dokumentuara seriozisht. Sepse e di nise nga kjo që duhet ta japi në fshehtësi. Dhe unë me thënë të drejtën, ne kemi mundësi të japim dhe fshehtësi, por dhe të dukshme, se dukshme na duhet për model. Le duket puna mendimi im, pra duket. Ti ruaj jetin tënd. Po modeli duhet ta shikojmë sepse duhet nxitem. Duhet dhënë modeli. Duhet dhënë modeli dhe kjo dhe unë e cilësoj shumë këtë sepse shumë vinë nuk duan të tregojnë se kush e dha. Jo i them. Unë do ta tregoj, do gjej një formë, ama do ta tregoj sepse duhet patjetër modeli, u dha. Jo e fshet gjithkohës, sepse njerëzit duhet mësojnë që jepet dhe si jepet. Dhe do të jemi që nga një anë dhe ky njeriu që ke përballë po jep në farë formë, ky që është këtu me ne, në këtë sfidën këtu domethënë. Po, dhe njerëzit që japin janë të gjitha niveleve dhe ti nxit duke e bërë të dukshme këtë dhënie me qëllim të mirë, duke ruajtur qëllimin, jo mburrjen, sepse e di pse njerëzit i bien dhe shkurt sepse kanë frikë nga uni, se mos më hiki njeti thon. Kështu shprehen. Dhe them këtu është sfida, këtu është lufta që të ruash atë balancën midis unit që mos dukesh dhe asaj të sinqeritetit që ke me Zotin që po jep. Vërtet është sfidë, por duhet është dhe kjo detyrë për të bërë model. Dhe për të kthyer në institucione, dhe për të kthyer në institucionet mirëfillta. Që mos ngeli varfri gjithmonë i varur. I varsur. Të ketë një lloj filozofia e vakëfeve është nga më brillante që ka Islami. Që vakëfi bëhet për hatër të Zotit dhe lejet për nevojtarët dhe heq dorë nga prona përjetësisht. Është dedikuar gjë e jashtëzakonshme për të dhënë dinjitet dhe atij që e marr vakëfi. Ja, është pikërisht ky funksion që ka bërë që të jetojnë me mira vite. Se ka institucione ekonomike sa dush, po që kanë falimentuar, janë zhduk si një histori. Ka fonde sa dush, po quhem. Mirë, po institucioni vakëve kanë mbijetu. Po, ja historia e të nderuar Zberalulli është e njohur sepse ai ishte në një institucion që ishte i njohur. Po, e drejtë. Po ka shumë të tjerë që kanë kontribuar. Për shembull, me modesti them gjyshi im martonte jetim, shkollonte jetim në atë kohë, sepse e kishte anën ekonomike që po domethënë e kishte modelin e vet dhe ai në shoqëri. Kështu ka qenë tradita e trashëguar, kështu ka shumë të tjerë. Unë e kam lexuar vet në një librat që tregojnë histori shqiptare të kanuneve dhe një ndër aty ishte që një familje ishte ankuar tek kadiu, asaj kohe këshilluar më saktë për nënën e tyre, sepse thot nuk rri pa marrë krip ke këto komshit. Domthon sikur kjo kishte shku të lyp krip, por lypte shpesh. Dhe kishin thënë atij hoxhës aty, të lutem na këshillo për. Edhe ai kishte thirr. Shumë birë që thonë, unë marr ka ato në varfër. Dhe thotë që aty në Mosovi zor të vit kërkojnë kenes, se ka mallsu vjezor. Unë jo marr atë që e di që e kanë 100%. Pra, e kupton sa e jashtëzakonshme qasje fisnike domethënë, që mos ta bëj fare të dihet i turbët. Ai i varfër që të vit kërkoj. Se unë po vit po të kërkoj pari krip pra. Pra një kulturë e rrallë, sigurisht që ka burim fetar që ruan anën emocionale, pra ruan një lloj etike shpirtërore sepse i varfri me thënë të drejtën ai mund të jetë, po e bëre të ndihesh, e ke bërë 2 herë të varfër atë tani. Dhe unë praktikoj këtë, me thënë të drejtën që nga personi që më ka kërkuar ndihmë, i kërkoj edhe unë ndihmë, dhe pavarësisht se nuk mund ta kem atë nevojë. Edhe çuditë ti kërkon nga unë, po pse edhe unë kam nevojë për ty. Jo vetëm ti për mua. Dhe kjo duhet të jetë them praktike të gjithë, sidomos ne që jemi besimtarë, që jemi praktikantë.
dhe një mësim i mirë që në Ramazan duhet ta kultivojmë këtë pra. Është momenti. Është momenti decisiv. Shkolla më e mirë se dhe shpërblimet lidhen të jashtëzakonshme. Pra, ka motiv më të madh se ti japësh dikujt një gotuj për çelë iftar, merr se vjapet agjërimit, pa ju paksuar për të. Motivi jashtëzakonshëm, se përndryshe nuk bën në këtë kapitalizëm modern, nuk bën sens kjo, po si e Zoti. Po si e prezenca hyjnore. Po si fuqishme që trondit shpirtin për të dalë nga vetja. Po si ky motivi i madh hyjnor që ti të garosh, pra i pasurit garojit që të lutem, të varfërit merr nga unë. Domethënë, un kam përvojën time në gjyp, domethënë, të tërheqem për rrobash, të lutem, hajde iftar gon. Po të kalosh në kohë që thirret ezani, ku janë zonat kryesore që njihen për zona fetare. Je kështu i thirrur me të madhe. Pa të lutem. Hajde, të lutem, çelke unë ti, domethënë. Për një që tregohet në esnafi i furxhive në Tiranë, për bën fjalë deri në vitet 30, se pastaj esnafët nuk funksiononin më. Pra ato kishin rënë dakord një lloj simiteje që do ta prodhonin në mes, edhe që esnafi do të kompensonte vlerën e saj, po themi kishin vendosur një vlerë simbolike 1 lek, bashkë me një salep, pra që ishte oferta e mjesit, që çdo njeri të kishte mundësi ta blende. Pra që kushdo që futesh në pazarin e Tiranës, pa të mos ngelesh njëri i uritur. Po dhe jo me e fal. Pa mos thjesht se njerëzit, se ka shumë njerëz që nga turpi, me qenë duke vdek për bukë, nuk shkon që të marrë. Po çfarë i vën çmimin simbolik, ata nuk e dinë, vetëm thjesht kjo shitet, ka shitet kjo. Pa që është një çmim i përballueshëm për të gjithë njerëzit, pa që shkojnë që kush futet në pazarin e Tiranës, mos të jetë i uritur. Pra këto janë vlera shoqërore që shpjegoj sa dush me hadithe, me ajete kuranore, nëse ti nuk e kthen në vlerë, nëse nuk e ke praktik. Pra normalisht këto janë akumuluar ndër shekuj me radhë, po që janë gjëra që ne i kemi shiju si shoqëri, kemi kaluar, kanë qenë produkt i shoqërisë tonë. Po. Edhe tani ka edhe tani. Por thjesht thash janë këto që kanë frikë e dukshmja. Sepse ekziston. Pikërisht dhe unë shpesh i ftoj domethënë miqtë e mi, besimtar, me keshat e mia që duhet të jenë patjetër një rol në shoqëri me kontributin e tyre në këtë fushë. Pra duhet ta bëjnë praktikë të dukshme ato që bëjnë të padukshme, sepse nuk do kemi modele pastaj. Për teorinë e kemi, tani ta kthejmë praktikë. Prandaj unë nisa dhe në fillim në raport me ju për këtë që je përpjekur të bësh, pra të lexosh pak emocione dhe të tjerëve. Patjetër që ke një përvojë personale, po je përpjekur që të lexosh pak dhe emocione të tjera, sepse ai Dostojevski ka një gjë të jashtëzakonshme kur thotë që kur ndjen dhimbjen tënde, tregoj që je gjallë. Kur kap tjetrit, kur ndjen tjetër, tregoj që je njeri, thotë, pra nuk je thjesht gjallë. Je stat tjetër. Pra ke shkuar në një nivel tjetër se ti percepton edhe dhimbjen e tjetrit. Dhe kam përshtypjen që në këtë kohë që ne tash e padashë jemi goxha egoist, thon drejtën domethënë, saqë u kam thënë edhe markat e duam iniciale personale njerëzit. Në një se këtu shkon ajo. Pra logo e personalizuar thotë ajo. Domethënë është më të vërtet dhuratë hyjnore që të perceptorët e tjetrin atje domethënë. Është një mirësi që ta ka fal Zoti. Edhe ai që e ka është bekim për Zotit mendoj unë. Ashtu. Ja ka fal Zotin në shpirt se rrethana nuk të shtyn të shkosh deri ke tjetri. Ke parasysh domosdoshmë çdo gjë rreth vetë ose ti thua, ke parasysh po të shkosh deri ke tjetri për Zotin është bekim. Dhe qoftë edhe një nën për shembull, të perceptoj që për shembull këtë iftar që bëj unë, po para se të shkoj ke ky bashkëshort tim, fëmijët e mi, po shko ke Zoti. Një njeri që jep iftar apo një njeri që pyet një njeri në rrugë, pra i drejtohet njerëz si e, ose habiten dhe njerëzit nga herë të pyesin shkot si e. Po provosh një test për shembull dalë të pyesin shkot si e, zotëri, mos njihemi, mos bëhemi. Pra e shef të habitshme. Unë tregoj një gjë edhe pastaj do të lej të bëj një pyetje. Hyp në ascensor në një nga qendrat tregtare. Ishte një zonjë, kam përshtypje ke 60 ose diçka. Dhe ishte shumë interesant bahar dhe mua më bëri shumë përshtypje. Tha ishim në ascensor, mund të kishim qenë 6-7 veta. Tha ajo, tha kështu, bëri përshtypje dhe si asnjëri s'më tha mëngjes. Ishte mëngjes, hypëm gjithë në ascensor, asnjëri s'foli. Ajo zonja, këtë tha, isha aty unë, edhe vetë unë ndjeva shumë sinqerisht, thash, shënoj Vladimir se ka drejt. Po tha si më tha nuk më tha asnjëri mëngjes, tha ç'është kjo kështu, tha hypi ti tu vetë, tha, s'më tha njëri tha mëngjes.
Ajo zonja dhe iku na tha mirupafshim. Dhe me thonë drejtën, kishte shumë drejt. Njeriu përshëndet. Po. Nuk tejsi shumë, po aq ngushtë je në ashensor sa që je shumë afër me tjetrën, po. pas sa përshëndet fare. Më shumë e habitshme kjo puna e kësaj periudhe ku kalojmë, domethënë e habitshme fare. Minimumi jemi mëngjes përshëndetje si je, se fundit selamin që kemi ne për shembull, që profeti Elsam këshillon për çështën e selamit. Aty që e njeh aty që se njeh pra. Dhe nuk është e lehtë dalësh ke tjetër, prandaj ato njerëz që dalin ke tjetri. Mendoj që është i bekim hyjnor, me thonë drejtën. Zoti mendoj unë ka çuke shpirti aty në farllë mëshire që të shkojnë të shohin dhe ke tjetër. Ashtu është. Do dilja ke kjo pak për të shkuar dhe drejt një fundi. Kjo empatia për tjetrin, midis qarjes së hallit dhe për kujdesit emocional, s'është e lehtë të ndahet. Pra e ke parasysh të parurit si po çai ka ndodhur dhe midis për kujdes emocional nuk është herë e lehtë të ndahet. Nga një herë, si thua njerëzit, duke qenë se durojnë do ta gjendje emocionale ose se përjetojnë dot krijojnë një lloj shmangje pa e kuptuar. Mes kësaj dhe kësaj bërgjë, mund na japësh një orientim si përvojë në raport me këtë kategori që e marr. Domthonë njerëzit nga herë ke parasysh çajin në hall më shumë sa për kujdesen. Njeriu ka nevojë për kujdesje, mendoj unë. Jo thjesht për të thënë se çfarë gjendje është më shumë se si mundet ai ta përjetojë këtë lloj situate. Mund ta nis sërish nga vetja, sepse kur nisa fillimisht nismën, të gjithë njerëzit e mi të afërt më thanë, si ka mundësi që ti shkon në një dhimbje dhe merresh me dhimbjet e tjerëve duke pasur dhimbjen tënde. Po. Dhe përgjigja ime ishte që po se bëra unë që e ndjej dhe e ndjej që e kam detyrë njërë përpara Zotit, që unë duhet kontribuoj në shoqëri, dhe Zoti më ka sprovuar në këtë fushë, në këtë pikë, dhe unë jam ajo që e kuptoj më mirë. E kuptoj shumë mirë gjendjen. Këtë lloj fushë, këtë lloj dhimbje, këtë lloj sfide, këtë lloj sprove. Dhe po si e përballon? Se ti me djalin tënd ke parë pamje të tmerrshme, si mundet ta përballosh? Po është fuqia e besimit dhe ndërgjegjësimit se kjo është detyrë përpara Zotit. Dhe vetëdijshme që unë duhet ta bëj këtë. Dhe duhet ta sfidoj. Dhimbja duhet të jetë për një mjet për të bërë mirë, kurse për të qenë aty është forca e besimit, forca e ndërgjegjësimit që unë duhet të jem faktor për këtë çështje. Unë duhet të ndihmoj për këtë çështje përderisa unë e ndjej detyrë. Dhe kështu ka funksionuar. Në rastet e njerëzve që thonë shpesh që unë nuk vi, për shembull, kontribojnë, më kërkojnë një takim sepse unë duhet të kontribuoj kaq ose për këtë gjë, por nuk vi dot te qendra. Unë i ftoj të gjithë vinë tek qendra, sepse duhet ta prekin realitetin vet, duhet ta ndjejnë se çfarë po japin dhe për kë po japin. Jo vetëm se kam besim tek thirrja ime. Po, qartë. Dhe më thonë, gjej shpesh përgjigje të tilla që nuk duroj dot, nuk e përballoj dot. Këtu mendoj që është në fuqi uni, dhimbja jote, pra ti ke dhimbje më shumë se sa detyrë. Vërtet ti po kontribon, po kontributi jot duhet shkoj përtej asaj që ti thua kam dhimbje dhe se shikoj dot. Do ta prekësh, sepse kështu ti bëhesh edhe më i qëndrueshëm, ti bëhesh edhe më i vazhdueshëm në ndihmën tënde. Dhe ka rezultuar që pikërisht të persona që thonë që nuk vit dot të shikoj, janë më racional në dhënje. Japi një herë dhe nuk vinë më, sepse e bëra detyrë, e quan që unë e kryva këtë. Kur e prek dhimbjen, e sheh që detyra është e vazhdueshme. E vazhdueshme. Dhe unë e bëj si thirrje këtë që ne duhet ta prekim nga afër atë njerëz që ndër. Unë mendoj që nganjëherë vetëm të kalosh është e nevojshme. Po këshillohet që të vizitosh spitalet. Fiks, pra. Edhe në Ramazan kërkohet. Jam ke kjo që duhet ardhur. Asgjë s'kam për të dhënë. Thjesht vi të rrit, shikoj domethënë. Më ka ndodhur me studente, vajza që kemi shkuar për dhënë ndihmën që kishim mbledhur në aktivitetin e bërë, dhe ato vajza ishin prezente, studente të një konvikti, El Muzain, dhe shkuam në spitalin e fëmijëve për të dhënë donacionin e mbledhur. Takuan fëmijët, prindrit, kanë dalur, domethënë nga erdhën ashtu qesh si rinie, kur kanë dalë me lot në sy dhe duke më falendëruar, faleminderit që na bëre pjesë të shikojmë këtë realitet që ne nuk e preknim dhe nuk e dinim. Fiks.
Dhe nga ato mbetën vajza të cilat qenë shumë aktive për shumë kohë, se pastaj morën drejtime të tjera dhe nuk e di ku ndodhen, por që diçka lëvizin shpirtin e tyre vetëm se ishte e prekën. Pra duhet ta prekim. prekim. Për këtë po them që njeriu ka nevojë nganjëherë mendojmë, vi domethënë shikoj të gjitha ngjyrat që ka jeta, ose të jetë falendërues, mirënjohës, kontribues. Po. Domethënë, si tha, kur ke ip nga dora, kur s'ke nga zemra. Pikërisht. Pra ip nga zemra jote edhe po spates. Po gjithmonë ka për Po dhënë. se çfarë atë që ka nga zemra pra. Historia e tij sahabit që pejgamberi dëshmoi 3 herë për të që është për banorëve të xhenetit. Po. Po dhe i sahabiu që e ndoqi për pa qenë njëri i zakonshëm, nuk është se kishte ndonjë vepër. Edhe kur e pyeti tha unë thjesht ta bëj sadaka, pasoj shpirtin. Kur shtrihemi u bëj halal gjithëve. Po. E kishte gjetë mënyrën e vet kontributit. Nga zemra ngaherë është më e... Po kjo është pra kur njeriu rregullon raportin me Zotin. Pra ka konceptin e sakt. Edhe ke qartë, se është shumë qartësia. Po dhe mirësia dhe gëzimi përballë. Për disa njerëz është gëzimi është sprovë më e madhe se fatkeqësia. Pra kur njeriu ka humb raportin me Zotin, edhe në mirësi, në pasuri, në shëndet. Po I kthehet sprova. Pra I kthehet sprova. Bëhet e vështirë pastaj. Pra kjo është ajo besimi të rregullon raportin me Zotin, se ti mund të jesh I sprovuar rastin konkret me një fëmijë që është me probleme. Mi po ku e din ti që Zoti nuk ta kompenson çdo ditë vlerën e haxhit, agjerimit, sadakas. Vetëm për hatër të atij. Vetëm për hatër të atij fëmijë, se ne nuk kemi të bënaj punë kush e di se çfarë, na ja dhurim në gjatë tepër. Nuk jemi supermen, ama angazhimi social me këtë kategori njerëzish ose menaxhimi I një sprove që Zoti na ka çuar mund të bëjë që të arrijmë gradat më të larta tek Allahu. Dhe të jep dhe vërtet lumturi. Patjetër. Unë e prek lumturinë vërtet, unë mund të them që jam e lumtur. Dhe pse rrethanat e mia nuk janë për shembull, shëndeti I fëmisë është shëndet është gjë shumë e rëndësishme. Patjetër. Por unë them që jam e lumtur, se në moment që unë kur shikoj një njerëz që e kam ndihmuar, e kam telefonuar pra me minimumin e ndihmës dhe e bëj që fytyra e tij qesh është I gëzuar ose ma shpreh, atëherë edhe unë lumturohem. Pra ose e kuroj çdo ditë, ose e shëroj veten time, e shëroj me ndihmën minimale që mund t'i jap tjetrit. Dhe kjo ka ngel si një formulë, gjithë thonë që më shpreh ai që jep është më I gëzuar se sa ai që merr. Po patjetër. Po puna është ta prekësh, ta Kur e përjeton e kupton aty. Mos ta lësh vetëm kuadër thënjesh. Po ne nuk mund t'i shmangemi kur lumturon një kategori të tillë. Se kur lumturon një person vetëdijshëm, po imagjino një që ai nuk ka asnjë lloj kontakti, po themi emocional me ty, vetëm thjesht I del nga thellësia e shpirtit ajo. Pse edhe fushat e kontributit në njerëzit në nevojë, në smundje të ndryshme është shumë e gjerë. Dhe për secilin ka vend. Nëse dikush, në rastin tim për shembull jam marrë me autizmin dhe kancerin e fëmijëve, dikush tjetër merret me jetimët, dikush tjetër. Po jo vetëm me një gjë, jo vetëm me një gjë, se për shembull fokusi më I madh është e jetimët dhe patjetër që ka rëndësinë dhe patjetër. Por duhet shtrihet, shtrihen, domethënë jo vetëm në I drejtim, sepse nevojat janë të jashtëzakonshme. Po, edhe sferat e ndryshme, prandaj vjen pra kujdesi I Zotit kur kujdesesh për një rob Zotit. Po. Kush është në ndihmën e I robit? Zoti është ndihmën e atij, por kjo kuro që vjen. Po. Është dhuratë, prandaj po them unë, ky përjetim është e Zotit, domethënë ta jep Zotin shpirt. Ta jep me thënë drejtën, një hapje të shpirtit dhe të mendjes të tillë. Më ka ndodhur për shembull, kam lënë djalin në shtëpi vetëm me ditë tëra, duke hikur, duke marrë me punën e qendrës dhe angazhimeve, dhe shpeshherë më thonin vetë nënat, po me kë e ke lënë djalin? Vetëm e kam lënë, I thoja, po si e ke lënë se nuk e frikë? Jo, e kam lënë me Zotin, sepse unë po bëj një punë që e kënaq Zotin, dhe Zoti do ma japi shpërblimin. Pra mendimi I mirë për Zotin të jep një qetësi, po të jep dhe rezultat. Në vërtetë e ka ruajtur Zoti nga e ka ruajtur Zoti djalin nga rreziqet. Dhe kur jam në shtëpi me të djali bë më shumë rreziqe se sa kur është vetëm. Nga që I kthehesh vetë. E ke marrë përsipër vetë pastaj. Vjo për të parë, si thosh për fuqizuar aty ku ti je bindur te kjo, Zoti të jep gjithmonë shenja për t'i lexuar ato, dhe ne do t'i lexojmë. Mos t'i na shkalojmë. Drejt. Përgjigja shumë faleminderit. Shumë faleminderit që ishe me ne edhe këtë Ramazan, besoj që bëjmë një bisedë rreth kësaj çështje që shikojmë me rëndësi për ana emocionale, ana shpirtërore e njerëzve. Qoftë atij që ka, qoftë atij që nuk ka, po themi këtë rast. Kështu që unë të uroj shumë sukses në punë. Zoti ta pranoft me gjitha se kjo është fitore. Amin. Edhe kjo do ishte besoj arritja më e madhe që Zoti ta shkruajë punë të mira.
edhe gjithë njerëzve të mirë që mundohen edhe përpiqen, Zoti i shpërbleft. Amin. Bare faleminderit. Unë në qëpë se më lejo desha ta bëj dhe me që jemi në Ramazan ta bëj një thirrje shpirti për të mbështetur qendrën lumtërodhimbe që terapit vazhdojnë, sepse çdo gjë aty është me donacion, terapit janë falas dhe ata të rinj, të cilët kanë marrë disa shërbime që i kanë ndryshuar jetën e tyre, sadopak, por dhe të familjarëve të tyre, tjetë e mundshme të vazhdojnë nëpërmjet donacionit dhe kontributit të shoqërisë. Inshallah, besoj që do ketë njerëz të mirë sa dush që do të mbështesin, dhe unë të uroj shumë faleminderit dhe ju për ftesën dhe agjerim të mbar. Amin. Me sa më shumë rezultate në përmirësimin e vetes dhe në marrëdhëniet shoqërore. Për të gjithë shqiptarët dhe për kemi këtu dhe herë tjera. Inshallah, patjetër. Edhe për tema më specifike, tjera më konkrete. Inshallah. Faleminderit. Të nderuar, kjo ishte pjesa jonë për sot, duke lutur Zotin që të jetë pranuar kjo ditë agjërimi dhe bashkë me këto ditë, pse jo, përjetojmë pikpamje të reja, dim të jetojmë këtë mrekulli, të jetë që na ka falë Zoti, po ta jetojmë një formë siç e don Zoti. Ne deri takimin tjetër do shihemi të ftuar tjerë, deri atëherë selam aleikum warahmatullah.